Sot nuk dua t'ju flas për politikë, as për probleme sociale, se ato gjithmonë çojnë tek politika. Sot do ju flas për bimët, lulet. E keni parasysh atë shoqen ose shokun që blen gjithë gëzim një lule në vazë? E ujt me kujdes disa ditë, disa javë, pastaj thot shoku, kolegut, vjerës, fqinjit. Shiko, ma shif që ka të lullën, se vonoj pak sot. Vonon sot, përton nesër, ka lënë një kafe pas nesër, kështu që kur pas disa muajsh, ose disa vitesh, del në balkon dhe lulja është tharë. Demokracia. Demokracia është një vazo që disa shqiptarë luftuan edhe me gjak për ta pasur në 90-ën. Disa të tjerë kur lindën e gjithën gati në balkon, dhe ka kohë, për shumë kohë, që ne besojmë se vazon e demokracisë duhet ta ujisi dikush tjetër dhe flën të gjithë të qetë. Disa madje nuk dalin fare në balkon, por presin që demokracinë t'ua tregojmë në televizor. Ja, shikoni sa bukur po ujisim. Ja, sa e madhe është bërë demokracia jonë. Shikoni çfarë gjethesh të mëdha, lyje çik mirë këtë jeshile se nuk duket. Shikoni çfarë gjethesh të mëdha ka demokracia jonë. Dhe të gjitha vlerësimet ndërkombëtare, fatkeqësisht, demokracia jonë nuk ekziston. Është demokraci jo funksionale. Është si thuash, është një bim që s'ka as lule, as fruta. Po thahet nga dal vit pas viti, zgjedhje pas zgjedhjesh, sepse demokracia nuk vdes me plumb. Vdes me një që të bëj unë, me një po gjithë njësoj e ta, me një po rrje mos ta gatro me këtë punë. Aty vdes, në apati, në indiferencë. Sot është një ditë heshtjeje, por heshtja nuk është bosh. Heshtja është momenti para se të bjerë gongu, frymëmarrja para klithmës, qetësia përpara se të vendosesh do rish ulur me celular apo do dalësh ti në balkon. Shiko, s'po përmendim emra, s'po akuzoj njeri, s'po flasim as për politikë. Por ti e di shumë mirë se kush po e than lulën e demokracisë. Dhe siç ka thënë dhe profeti Bob Marley, mund t'i mashtrosh disa njerëz për disa kohë, por nuk mund t'i mashtrosh të gjithë njerëzit për gjithë kohën. Nesër është radha jote që të dalësh ta ujisësh lulën.